Sot dola nga shtëpia me nxitim. Mendova se kisha gjithçka me vete. Qelsat, portofolin, por jo telefonin. E kuptova vetëm kur doja të kontrolloja orën. O jo, telefoni, thash me vete. Për një moment u ndjeva i humbur. Nuk mund t'i shkruaja askujt, nuk mund të shihja mesazhe, as një njoftim. Por pastaj fillova të vërej gjëra të tjera. Dëgjova zhurmën e qytetit, pash njerëzit. Mendova më qartë. Një mik më tha: "Aron, sot dukesh më i qetë se zakonisht." Vetëm atëherë buzëqesha. Në fund të ditës u ktheva në shtëpi dhe mora telefonin, por diçka kishte ndryshuar. Ndonjëherë kur harrojmë diçka të vogël, fitojmë diçka më të madhe, qetësi dhe vetdije.